Përshëndetje miq të Olti Curi TV. Faleminderit shumë që vini në kanalin tim në YouTube. Faleminderit shumë që regjistrohen atje. Kapela Imagjinare ulet në shenjë mirënjohje. E njihni këtë vajzën këtu? Po, është Dolce. Quhet Dolce. Se si është Dolce, ëmbël apo jo nuk e dim. Është bërë shumë virale, më virale se sa Ariu i Albës. Për këtë momentin televiziv këtu. Po mos harrojmë se në Big Brother VIP gjithmonë është diskutuar një karikues Ajkosi, sikur të ishte karikues telefoni, ka telefon brenda shtëpisë, është thënë për Big Brother VIP Albania në kohën e Olta Gixharit ku ishte konkurrente. Më pas u harrua një makinë llogaritse. Të gjithë e pa makinë llogaritse u fotografua nga banorët në dorë banorëve të Big Brother VIP Albanias, u shpërndan rrjetet sociale dhe gjithë filluan të thonë, një telefon është aty brenda, produksioni bën me hile. Po e vërteta e këtij momenti të Dolces aty në raft e fshehur cili është? Ndjekim siglën. Pikërisht vajza quhet Dolce. Ëmbëlsira. I duaj një ëmbëlsirë listës së gjatë të personazheve të njohur ose jo në Big Brother VIP Kosova 4. Dhe njëra prej tyre është vajza që vjen si një krijuese kontenti apo blogere në rrjetet sociale dhe quhet Dolce. Është nga ato shumë të rinj të cilët kanë përqafuar platformat e rrjeteve sociale dhe bëjnë aty jo vetëm art, jo vetëm komunikim masiv, por dhe fitojnë para. Një prej tyre është Dolce, e cila vjen nga Shqipëria. Ajo është rritur e lindur në Rom, por flet shumë mirë gjuhën shqipe dhe nuk i ka shkulur asnjëherë rrënjët e saj nga Shqipëria. Dolce është 30 vjeçe dhe në intervistën e saj ka thënë se nuk ka vit të kuqe. Është gati të shkojë pa limit, aq më shumë në një reality show ku e tillë duhet të jesh siç është Big Brother VIP Kosova. Por kohët e fundit, ajo është diskutuar dhe për një lidhje, por nuk kemi fakte të sakta përveç si një afrimi të vogël fare me Edi Kuqin, por nga ana tjetër ne duhet të shohim pikërisht atë që e bëri virale vajzën. Kanë qenë dy momente viraliteti deri tani pak ditë ka që ka nisur Big Brother Kosova. Njëra është thirrja histerike e Albës dua Arushin dhe gjithu bën kureshte e kureshtar për të parë Arushin e Albës. Çfarë Arushi bëhet fjalë me cilën ajo thonte se kam emocione, kam lidhje emocionale andaj këtej bëhet fjalë për një Arush blu që as Arush nuk ishte, po ishte një kukull prej Lecke. Momenti tjetër viral ishte ky. Në moment që Dolce ishte në kuzhinë, afër me Eduard Kuqin, një konkurrent me cilin ka krijuar shumë afrimitet dhe shumë komunikim, her pas here janë bashkë